Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit pas 20 minutave të para po shohim 48-49 në këtë anë edhe statistikat e të dyja ekipeve gjatë pjesës së parë, statistikat të përafërta mund të themi nga të dyja skuadrat, ashtu siç ishte edhe vetë ndeshja, lojë me rivalitet të madh e pritur kjo pasi që e dim formën e të dyja skuadrave aktualisht ekipi i Yllit pavarësisht mungesave edhe sonte po përballet me to vazhdon të shfaq lojë të mirë, shohim edhe Nesbitin aty në bankën rezervë, gjithsesi nuk është i gatshëm që të paraqitet as sonte pavarësisht që ishte në nxemje me skuadrën për posti e din që mungojnë edhe French, Polotak e tashmë dihet që mungojnë edhe Gzim Morina në anën tjetër. Tek ekipi Bashkimit e potencova gjatë pjesë së parë përpos McInnes mungoj edhe Lejson Zeqiri, gjithsesi gjithçka e barabartë në fushë ishte për 20 minuta. Eric Cobbs më i dalluari me 17 pike pas kërcimit tek Bashkimi, ndërsa tek Ylli Jan Palokaj me 13 pikë, 3 kërcime, 3 asistime. Starton edhe pjesa e dytë, topi parë në duart e mysafirëve nga Teranda. Shushi tek Wilson. Arrin të mban në pronësinë e topit Derek Wilson. Shkon gjithësia i top tek Liz Shoshi, gjithsesi e vjedh Wendell Green. Dhe e patë se si u lirua nga Liz Shoshi, shkoj në kundërsolm dhe rektheu e përsin minimale tek ekipi i Bashkimit. Arian Qallago ka shkelur vijën, mbrojtje mirë edhe njerë e Prizrenasve, teksa e shojmë edhe njerë me dinakëri aty. Wendell Green e më pas kjo lëvizje ti i dha hapësirë vetës, unis në kundërsolm dhe realizoj, nuk e lejoj Liz Shoshin ta ndjek për një blokad eventuale. Green, kiqi tek Morina. Wendell Green, gjuan 2 sekonda, blokohet nga Derek Wilson. Ka faul. Personale e Wendell Greenit ndaj Derek Wilsonit, kërkojnë banka e Golden Eagle që të rishikohet edhe një herë rasti. Do të kemi rishikim të rastit nga dyshja e referëve. Sa diskuton Ale Shpypan me dyshën e referëve, Eliusim Regjin që ta kemi edhe një rastin e fundit personales. Nuk pati asgjë të qëllimshme sipas dyshës referëve, të cilët e rishikuan edhe një herë rastin. Personale thjesht e Wendell Green, topi vjedhur i Altin Morinës, niset në kundërsolm. Vendovin tek Zekiqi. Wendell Green, nuk ka të rishe. Ale Morinës nga i Palokajt.
Wilson, bukur shkon deri në fund, nuk arrit të realizon, e merr edhe një herë vetë kërcimin, e kthen topin tek Jan Palokaj që gjuan për 3 pikë, realizon Jan Palokaj. Pikë të para në pjesën e dytë nga skuadra e Golden Eagle Lullit. Wendell Green, por Liz Shoshi me super blokad. Nuk ja lejan depërtimin Wendell Greenit, lëvizje bukur e Greenit, por edhe më e mirë e Liz Shoshit, nuk ka pikë. Ovi të vazhdojnë të takoj skuadrës së Bashkimit. Williams tek Copes. Në një topin tek Williams, gjuan për 3 pikë pasi nuk pati ku për diçka më tepër, nuk qëllon, por Eric Copes arriti të realizon për edhe njerë 52-52 barazohet rezultatit e kësa Eric Copes shkakton personale, ndajl kapitenin Artin Gashi. Shojnë 3 pikë shënë Jan Palokajt, nuk qëllon Artin Gashi nga vija i quajtjes lirë, mbetët edhe 11 pikë. Një tentim e kishte më parë, cilin e kishte realizuar Gashi. As të dyta nuk e qëllon. Green. Zeki që gjuan. Nuk qëllon, topi do të i takon skuadrës Golden Eagle Lullit Prizrenasit kanë luajtur të fundit. Pritet 52-52, vazhdon lojën ngushtë, se Zai Suroj në Prizren. Palokaj. Derek Wilson bukur e këtën topin të Artin Gashi, nuk ka treshi, topin e duart e Wendell Green. Williams ishte i lirë, por zgjodhi Morinon i cili a këtën topin Wendell Greenit, nuk qëllon, topi në duart e Liz Shoshit. Eric Williams e ndal kundër sulmin personale Samir Zekiqit. Ne shojmë edhe njerë momentin kur Williams e ndalë këtë kundërsulm tek sa Samir Zekiqi vjen nga plani i dytë dhe ndaljen personale. Arian Qallakun ka varet të kthehet në lojë në vend të Artin Gashit. Palokaj. Debëton bukur deri në fund, blokohet, por pikët do të pranohen. Topi ishte në rënje e sipër kur e blokoi Eric Copesi. 52-54. Copes tek Williams. Personale e Liz Shoshit. Është personalja e tretë e Liz Shoshit. Green të Copes. Tentim për 3, nuk qëllon Williams. Wilson të Palokaj, deri në fund nuk qëllon. Wilson e merë dhe njerë topin Jan Palokaj. As për 3 nuk qëllon. DC e merë ato Eric Copes. Wendell Green nuk ka trishën tolet për 3 pikë në kundër zonjë.
Uqe të shumëta në këto momente. Rojtje mirë tani e Wendell Green. Do të shkojnë në vetë deri në fund. Nuk arriti që të ndalë Jan Palokaj, edhe njerë barazim 54 me 54. 5 minuta e gjysmë deri në përfundim të qereku të tretë. Time-out i kërkuar nga Alesh Pipa në këto momente. Gjithçka vazhdon të jetë baraz e në këtë qerek të tretë 5-4 në të mirë të yllit. Rikthehemi pas time-outit. Palokaj të Tavares, gjendë vërtimin Tavares, edhe njeri sakt 12 pikë të ti në 11 minuta loj. Super efikacitet i William Tavares të skuadra yllit. Rikthyer Valion Bunjaku në loj të bashkimi. Copes Rolet në gjysmë distancë, realizon Eric Copes. Pika e 21 e ti, pas 8 kërcimeve vazhdojnë me saktësi fenomenale. 81% është i sakt nga loja. Tavares. Edhe njerë Tavares, loja e ti 1-1 e pandalshme. Si joker nga banka rezervë për të realizuar, po vjen William Tavares teksa Valion Bunjaku në të vërtim nuk arriti të qëllan, tomi me gjazë të i takën skuadrës. Bashkimit si pas referve. Zenë pak sa gjakrat në këto momente. Pas ka pasur të drejt Jan Palokaj për gjithë atë protest, e pam edhe ne që topin e ka prekur i fundit Eric Copes. Nuk ka treshur gjithsesi. Topin në duart e Ferrandasve. E humë kësa radhe topin Tavares. E në kundërshtor Max Smith me personale në valet. Në shoj momentin kur Tavares e humba top. E në kundërshtor më valet Max Smith me personale. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Pam edhe Jalen Nesbitin.
duke I përkrahur bashkëtarët e tij. Nuk ishte në gjendje as unë të paraqitet, teksa Max Smith nuk qëllon nga vija gjuajtjes së lidh. Sa po e shohim bankën e bashkimit teksa janë duke diskutuar me qëllon të dytën Smith, pika e 6, 57 me 58. Paljokaj, Erik Tavares. Tavares, Eric Copes. Kësaj radhe jo, thët Copes. Shohim ndërtimin dhe blokadën monstruoze të Eric Copesit. Ja Paljokaj, Tavares ka gabuar në hapa. William Tavares. E shohim edhe njëherë momentin 3 minuta 29 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. 57-58. Vazhdon loja e ngushtë. Në çdo moment ishte e tillë. Valion Bunjaku nuk arriti të realizonte teksa Eric Copes nuk arriti asaj në fakt e marra top I fundit luajti. Ndërtimi mjaft I mirë I Valion Bunjaku gjithsesi, mungoi finalizimi. Tavares tek Paljokaj. Edhe te janë Paljokaj e gjenë Derek Wilsonin. Afuti është Max Smith. Wilson, 4 sekonda. Wilson dëgjuan për 3 pik. Nuk qëllon. Lis Shoshi dalet me personale. E shohim edhe njëherë momentin e personales Samir Zekiqit. Do të zëvendësohet Zekiqi. Ted Morina në lojë personale e dytë Samir Zekiqit. 57-58. Qëllon Lis Shoshi. Plus 2 Ylli. Nga 7 Shoshit cili ka marrë edhe 6 kërcime. Saktë edhe në të dytën. 57-60. Shohim statistikat e Lis Shoshit, 8 pikë, 7 kërcime, 1 asistim. Williams. Gjenë depërtimin Dirk Williams, fenomenal. Wilson. Derek Wilson, bukur tek Lis Shoshi, asistimi në pjatë për Shoshi, I cili me ngulitje nuk fal. 59-62. Smith, Copes. Gojtje mire Tavares. E marrin topin Therandasit. Tashmë 2 minutat e fundit të çerekut të tretë, kalojnë 8 sekonda. Shohim momentin kur kalojnë sekondat sipas referëve. Topi takon skuadrës bashkimit. Max Smith për 3. Nuk qëllon. Derek Wilson e me topin. I kishuar Wilson.
topi do të vazhdon ti takon skuadrës së Yllit. Jashtë përfundoi nga Valion Bunjaku. Shoshi sa bukur tek Arian Çallaku e gjithë mbrojtja. Lart Çallaku mbeti poshtë i vetmuar e pa mirë. Les Shoshi me një super asistim. Tashmë shkëputet në rezultat skuadra e Golden Eagle Yllit. 59 me 64 plus 5 Ylli, i cilët e përsin më të dhe patëm prej 6 pikëve. Kjo e përsi 6 pikëve ishte në qerekun e parë, e në pas në pytin dhe të qerek të 3 skuadrat po shkëputeshin plus 3, ërsa tani të randasit e marin kontrolin e ndeshjes për të kryuar e përsive 5 pikëve. 1 minutë 36 sekonda pa përfunduar qereku i tretë. Williams tek Bunjaku, trega top me qas Çallaku. Williams djegur nga Tavares. Max Smith nuk ka trishe. Arian Çallaku e kontrollon topin në kësh. Palokaj. Shkon ai top tek Arian Çallaku. Nuk ngutet e kthen topin tek Derek Wilson. Shoshi, Tavares, lëvizje mire, Tavares, realizon trishe. Pas lëvizjes fenomenale, mashtruese, 59-67 e përsia më e thellë e Golden Eagle Yllit kjo. Sa të vërtojnë në anën tjetër e shojmë njëherë treshen e Tavares, i cili pas të vizjes fenomenale mashtruese e lë jashtë fushës Max Smithin dhe qëlloj treshen që jep e përsin më thellë e 8 pikëve e ekipit të Golden Eagle Yllit. E nga vija gjuajtje së i realizon Altin Morina, pika e 3 e ti. 60-67, 34 sekonda deri në përfundim të qereku të tretë. 61-67 qëllon edhe njëherë kapiteni i Portokallesinjeve. Tavares. Çallaku, Jan Palokaj do tjetë dyshe. Nuk arriti të realizon. Williams të Wendell Green. Në qkojnë me syndës gjatur Portokallesinjët. Wendell Green personale ka tjetë ana shtopi 6 sekonda 6.1. Të syndës skuadrës së bashkimit Wendell Green i komplikojnë gjërat. 1.3 mbetët. Pati mundësin që ta rikthen në top Wendell Green të Eric Copes, por Copes thehet nuk arrin të qëllon. I të 61-67 pas 30 minutave loje vërsi prej 6 pikëve e skuadrës e Golden Eagle Yllit, po e shojmë i takoj edhe qereku i tretë randazve 83 në të mirë të tyre, ndërsa 10 minutë i fundit
pritet të jetë edhe më interesant se këto 30 minuta. A do të arrin Ylli të marrë fitoren edhe ndaj Bashkimit? Apo Prizrenasi do të vazhdojnë të arruajnë Kreun? Do të kuptojmë në këto 10 minutat e fundit të madhe vazhdojnë të arruajnë Kreun, pasi që Trepqa tashmë mund të themi e ka përfunduar punën në Minatorin 91-67 rezultati kundër Proton Cable Prizrenit, kur janë edhe 4 minuta loj deri në përfundim të asaj përballjeje. Fitore e pritur e skuadrës Trepqës, të cilët e filluan shkëputjen qysh në 5 minutat e fundit të pjesës së parë për të kontrolluar gjithçka në vazhdim dhe tashmë kanë emërsi të thellë e kjo fiture. Këtu nëse zajsëroj i duhet Bashkimit tashmë për të arruajtur Kreun. U shohim i kthehemi pas pak me çerek në katërt. I shojmë edhe statistikat e Erik Kopsit, fantastik, sonte 21 pikë kërcime, 3 blokada të tij. Në anën tjetër Jan Palokaj tashmë më i miri tek Ylli, 18 pikë, 4 kërcime, 3 asistime, 1 top të vjedhur. Starton edhe çereku i 4 i kësaj përballje. Kjo 6 është Golden Eagle Ylli. Williams nga gjysmë distanca nuk qëllon topin në duart e Elis Shushit. Tentimi Jan Palokajt nuk arriti kësaj radhe të realizon. Altin Morina kërkohet nga Derek Wilson. Topi do të vazhdon të takon ekipit të Bashkimit. Duket që kanë kaluar 5 sekunda. Funksionon mirë mbrojtja e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Tavares, Çallaku, Palokaj, Elis Shushi. Shushi, pa personale. Personalja e tretë e Wendell Greenit. Salin Shoshin qëllon nga gjuajtja e lirë, piga 11 e tij. 8 kërcime, 3 asistime nga Elis Shoshi. Edhe në të dytën i sakt. Erik tani përcim prej 8 pikëve të skuadrës së Golden Eagle Yllit, 61 me 69. Green. Sekici. Morina. Quan për 3 pika, Altin Morina realizon 64-69. Tjetër Çallaku. E në talme personale Zekici. E shojmë edhe një treshër në Altin Morinës.
personal në tretë ngarkohet edhe Zekiqi. Palokaj tek Shoshi në nkash. Fenomenal Liz Shoshi. 14 pikët e ti për 64-71. Zekiqi. Rojtje e mire janë Palokajt. Nuk arriti të pason në top Zekiqi. Liz Shoshi realizon për 3 pikë. Dhe thot fjallën kryesore në këto momente. 7 pikë radhazi të Liz Shoshit. Për plus 10 Golden Eagle Lulli 64-74. Time out i kërkuar nga banka e bashkimit normalisht. Kur gjithë qka po ecën mirë për yllin. E shojmë treshen e Liz Shoshit. Topi hyrje doli e më pas përfundoj në kash. E shojmë edhe festën e Liz Shoshit. 17 pikë të ti. Lojtari më i vlefshëm në fush tek skuadra e Golden Eagle Lullit. 7 minuta e 29 sekunda deri në përfundim. Të shojmë si do të përgjigjet tani bashkimi. Mund të themi që nga fundi i çerekut të tretë Ylli ka marrë lojën e dorë. Dhe gjithë shka po ecën mirë për Therandasit. A do të ketë përgjigje bashkimi në këto momente, apo Golden Eagle Ylli do ta dëshmon që jo rasisht po kalon formë të mirë. Vetëm 3 pikët e kapitenit bashkimit Altin Morinos u realizuan në këtë qerek të 4, teksa në anën tjetër edhe të Ylli realizoi vetëm një lojtar. Është pikërisht Liz Shoshi që po e shohim në plan të parë, por 7 i qëlloi. 64-74. Wendell Green. Ka gabuar në hapa Eric Copes. Edhe një tjetër top i humbur i Prizrenasve. Palokaj. Wilson. Shoshi. Të nduvin të Palokaj, gjenë koridorin deri në fond, nuk arriti të realizon. Arin të erua në top Samir Zekiqi. Wendell Green bukur deri në fond shkon. Deverton realizon Wendell Green. 16 pikët të ti, për 66 në 74. Shoshi. Tavares. Deri në fund, pa personale. Shojmë një personale e Morinos. 2 lira do t'jenë për Tavares. Sa kemi zëvendësim të bashkimi, Zekiqi ullet Meriton Ismaili në loj. Vrehet mungesa e Lejson Zeqirit sonte tek ekipi i bashkimit, të cilin po e shohim në plan të parë. E në anën tjetër tek Ylli, lojtarët që janë në fush po i mbulojnë mjaft mirë ata që po mungojnë. E shohim zemërinën e Imran Polotak, por edhe Nezbiti që pavarësisht është në bank, nuk luajti sonte as një minut. Shinim mbrojtjen e Tavares ndaj Dirk Williams. Gjuan për 3 pikë realizon. Kjo po kërkohet nga Dirk Williams. Tek bashkimi. Wilson, pjekur nga Morina. Liz Shoshi nuk qëllon treshe. Zëhet pak sa atmosfera në Prizren. Pasi edhe tifozët ishin
në gjumë mund të themi. E i duhet kjo përkraje normalisht e publikut për të motivuar për derisa gjërat po esin mirë për skuadrën e Golden Eagle Lullit. 69-75 i komplikoj gjërat Eric Kopsi, e priti Lishushin të kthehet në mbrojtje. Tavares deri në fund, William Tavares, çfarë paraqitje, 20 pikë të ti, 69-77. Wendell Green dalet me personale. Po e them, lojtarët që janë në fush po i mbulojnë shumë mirë të kylli ata që po mungojnë. Paraqitje briljante e Tavares, cili po luan me 20 pikë nga banka rezervë. Qëllon Wendell Green nga vija i gjuajtje së lirë. 17 pikë të ti. 70-77. Kemi edhe një tentim me gjas njëri nga lojtarët e yllit ka hyrë para kohë. Ne shohim Marian Çallakun. E asë radhe nuk qëllon Wendell Green. Jan Palokaj. Tavares nuk arrin me goditje të përfundon aksionin. Altin Morina për 3 pikë nuk qëllon. Por tenton ta vjedha top, nuk arrin asë vjedh topin kapiteni. Nuk arritën lojtarët e Bashkimit të e shfrytëzojnë e të shkrin edhe më tepër rezultatin. Shoshi blokohen nga Eric Kopsi. Wendell Green blokohet nga Jan Palokaj. 2 blokada eksprese në të dy anët. Fillimisht është kjo blokadë e Eric Kopsit ndaj Lis Shoshit e më pas Jan Palokaj nuk i lejon pikë të leta në kundërshton Wendell Greenit. Mbetet 70-77. Do të kemi rishikim të rastit me gjas të kohës. E rishikuam me dyshën e ferve edhe njerë kohën pra në këtë rasin fundit, pasi që nuk ishte lëshuar tek sa Wendell Green shkoj në kundërsojnë, kanë kaluar 5 sekonda, do t'jenë 19 sekonda për vazhdimin e sulmit të skuadrës së Bashkimit. Kopsi Green. I rësheta i top, ja fal William Tavareshit. Wilson. Çallaku. Arian Çallaku. E këthen të Jan Palokaj. Palokaj për 3. Nuk qëllon, topi në duart e Arian Çallaku që realizon
Dalet edhe me personale. Do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk po ecin gjërat mirë për bashkimin e Ylli. Po shkëlqen edhe sonte. E shojmë edhe gëzimin e Liz Shoshit për pikët e Arjan Çallakut, i cili realizon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. Probleme për trajnerin Jankovic. 70-80, 4 minutat e fundit të kësaj përballje. Plus 10 Ylli. E mund të themi që nga fundi i çerekut të tretë po tregojnë lojë më të mirë. Edhe një tjetër treshe e Williams. 73-80. Wilson tek Palokaj. Arjan Çallaku. Deri në fund nuk arrin të realizon Eric Cobbs. Williams e merr atë. Wendell Green u bllokua para praktikisht nuk arritja asaj radhe të realizon. Wendell Green. Edhe një tjetër aksion i shpërdoruar i ekipit të bashkimit teksa Wilson tek Liz Shoshi. Nuk qëllon nga gjysmë distanca kësaj radhe. Shoshi Williams dalet me personale. Është personalja e Liz Shoshit, i cili e shkaktoi personalin e tij të katërt dhe zëvendësohet 2:58 pa përfunduar. Ndeshja pra Artin Gashi kthehet në lojë. Dirk Williams për një tjetër treshe nuk është i saktë. Lojë të bashkimit është kthyer edhe Valion Bunjaku, i cili e nisi mjaft mirë në ndeshjen. Tavares tek Çallaku. Bukur Tavares kësaj radhe nuk qëllon. Williams e kthen topin tek Cobbs. Wendell Green. Bunjaku. Williams Green. Wendell Green. Për 3 pik. Nuk qëllon Jan Palokaj. Në vazhdimsi portokallezënjët po provojnë me treshe dhe aksione individuale. Por nuk ka pik. 73-80. Palokaj nga gjysmë distanca në anën tjetër qëllon. 73-82. Green. Meriton Ismaili nuk arriti të realizon as harkun të e prek. Teksa po kontrollojnë gjithçka të randasit që janë afër fitores për të i komplikuar gjërat në krye të renditjes tabelare. Nuk qëllon Arjan Çallaku në tendimin e tij për 3, por jemi afër minutës së fundit të kësaj përballje. Jan Palokaj shkakton personale. E shohim edhe një herë përplasjen e Palokajt me Dirk Williams. Max Smith për në lojë të bashkimit. Meriton Ismaili ulet. Gjithsesi do të kemi time-out. 1 minutë e 3 sekonda. Ylli me përsi prej 9 pikëve afër fitores së radhës të randasve, po ju ecin gjërat mjaft mirë edhe në këtë përballje.
Realisht bashkimi më të mirë ishim vetëm në çerekun e parë, cilin e fituan 25-24, e më pas e përsia në vazhdimsi, po në të rënë të anë Portokalli dhe Zenjët u shkëputën, patën shkëputje 2+3 gjatë çerekut të dytë dhe atij të tretë, por ekipi Therandas e mori kontrollin e ndeshjes në 2 minuta e gjysmë pa përfunduar çereku i tretë, kur patën një mini seri prej 7-0 për të shkëputur në 59-67 përsi prej 8 pikëve. Dhe pavarësisht faktit që në çerekun e 4 bashkimi po tentonte të bënte diçka më tepër me treshe, Lis Shoshi ishte fantastik në ato minutat e para me 7 pikët e tij. E krijoi për herë të parë përsi në 2 shifrore në ndeshje. Dhe tashmë po e shohim bashkimin në vazhdimsinë në ndjekje të këtij rezultati. Vetëm 1 minutë deri në përfundim të kësaj përballjeje. Ka personale nga Tavares. Kënë 2 gjuajtje të lira për Valion Bunjakun, tashmë në bonus ekipi i Golden Eagle Yllit. Do të kemi me gjatë challenge të kërkuar nga trajneri Sasha Jankovic. Do të rishikohet edhe njëherë personalja e fundit. Lusim regjin që të kemi rastin. Pas challenge të kërkuar nga trajneri Sasha Jankovic, nuk pati personalet të qëllimshme nga Tavares. Valion Bunjaku qëllon në tendimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. I saktë edhe në të dytën. 75-82. Mbrojtje e mire e Bunjakut. Zekici, Max Smith do ta merr përgjegjësinë për 3, nuk qëllon. Gjithsesi edhe një herë vjedhin topin Portokalli Zenjët. Williams edhe ai kërkon treshen e realizon. Do të kemi time out të kërkuar. 75-82 rezultati. Time-outi u kërkua para prakesh nga Alesh Pipan. Nuk pranohen këto pik. A do të kemi dram në fund. Në fakt 78-82 më falni. Pas treshës së shënuar shkrihet e bërësia. E shohim treshen nga çfarë largësie realizon Dirk Williams, një treshe e madhe në këto momente, 46 sekunda. Nuk po dorëzohet bashkimi i ndezin turbinat me 2 topa të vjedhur në këto qaste, 2 topa radhazi të vjedhur.
Të pari nuk arritën të shfrytëzojnë, po në të dytin Dirk Williams arriti që të realizon treshe, po e kërkonin treshe në portokallëzinjët për të shkrirë më tepër rezultatin. Vazhdon presingu i ekipit portokallëzi. Jan Palokaj, pen topin të Arjan Qallaku, ka personale nga Samir Zekiqi. Dy tira për Arjan Qallakun. Në bonus tashmë edhe skuadra e Bashkimit nuk qëllon në të parën. Arjan Qallaku. Në të dytën është i sakt. Kemi time-out të kërkuar tashmë nga banka e Bashkimit. –23 sekunda, 78 me 83. Një fund dramatik në Prizren. Shkrihet e vërsia dy shifrore e skuadrës së Golden Eagle Yllët pas një iniciative të vogël të skuadrës së Bashkimit. A do të arrijë portokallëzinjë të bëjnë diçka më tepër në 23 sekunda sa kanë betur deri në fund. Po shohim si do të rrjedhin gjërat pas një time-outi nga trajneri Sasha Janković. Wendell Green e kthen topin të Dirk Williams. Max Smith e gjen ndërtimin, bllokohet nga Alies Shoshi. Luftë për atë, i cili do t'i takon skuadrës së Golden Eagle Yllët, teksa tregojnë tensionet në palesën në këto momente. Tavares ka presionin. E presioni bie. Ylli kontrollon topin. Personalja e pestë, Altin Morinës kthehet në lojë Zekiqi. Të lira për Derrick Wilsonin, nuk qëllon të parën. As të dytën nuk e realizon. Wendell Green. Falon Bunjaku, gjuan për 3, nuk qëllon. Topi përfundon jashtë. Kjo treshe do t'i kishte komplikuar pak gjërat, por tani nuk e besoj që ka diçka më tepër nga ky duel. Golden Eagle Ylli po vazhdon, po marshon në fakt fuqishëm
për të ngritur në renditjen tabelare. Mungesa apo jo mungesa nuk po i pengon kësaj skuadre. Me të vërtet Therandasit patën loj më të mirë dhe e potencova edhe gjatë ndeshjes që lojtarët që janë në fush po i mbulojnë shumë mirë ata që po mungojnë. Williams gjuan për 3, nuk qëllan. Golden Eagle Ylli do të arrijë edhe një tjetër fitore ndaj bashkimit kësaj radhe. Tashmë kreu i tabelës është i barabartë. Tripqa ka fituar në Mitrovic, bashkimi pëson dhe pozita e parë për këto dy skuadra. Teksa e thash Ylli vazhdon me fitore 78-84, qereku i 4 i barabartë, por i dyti e i treti vendosën për këtë fitore. Më të mirë tek Therandasit me nga 21 pikë luajtën, Tavares nga banka rezervë që i mori edhe 6 kërcime, e Jan Paloka i cili pati edhe 5 kërcime, 5 asistime. Double kompletoj Lis Shoshi 17 pikë, 11 kërcime, ndërsa 11 pikë tjera erdhen nga Artin Gashi. Në anën tjetër tek bashkimi, më të mirët ishin Eric Cox me 21 pike, 12 kërcime, 17 pikë nga Wendell Green, nuk mjaftuan as 16 pikët e Dirk Williams që i pati edhe 7 kërcime. Të nderuar shikues, për pak qaste do t'jemi me intervistat. Coach, till maybe 2 minutes, last 2 minutes of third quarter, everything was equal. But what happened in those 2 minutes and after that fourth quarter where you let Uli to get the lead by 10 points? First, congratulations to Uli on a victory. They came without a few players. Maybe, I don't know if my players underestimate that or not, but we start soft in defense. We received 49 points first halftime, what a disaster. But today was offensively and defensively we was not there on our best. We was shooting very bad. We didn't have in the right moment some leaders to score some easy points or to take responsibility, and they punish everything what they have. They over-rebound us, of course. They knew it that we don't have 1 month McInnes. Now Layson is injured, so we have only 2 big guys under the basket, and it's hard to play some basketball. But they the same, didn't have some big guys, and I hope so that we was equal, but I don't know what to say. Like in the clutch moments, we didn't make easy points, open 3-point shots,
and defense. I think in the first halftime, 4 times they score us with the buzzer beater or after offensive rebound, so it's hard to play like that. We wanted to break them in the third quarter, but we do opposite. We give them to lead us, and then when it was tie game, they was smarter. They was in some moment they even had more luck, but they deserve it. Coach, 2 more games till the playoffs, and it was a crucial moment right now to lose this game. But how do you believe that these 2 games will go, and will Bashkimi finish in the first position? I believe we everything still have in our hands. With 2 victories, we are first. So we need to now clear our heads. We need to, from Monday, practicing good, and hope so that Layson will be available for Thursday because he's one of our leaders. We need him, and that we go to Pristina. It will be a hard game, but I believe that we can win against everybody in this league when we are on 100% effort. Thank you very much, coach. Good luck in this game. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkurt për mbledhje atë se çka tha, nuk shkuan gjërat mira as në sulmas të mbrojtje në këtë ndeshje. Lojtarët, liderët tanë munguan në momente kruciale, momente më të rëndësishme të momentit të ndeshjes. Në fakt, ata nuk arritën të realizojnë pikët të cilat po na nevojiteshin. Skuadra e Yllit u treguan më të mençur dhe treguan më në sekondat e fundit luajtën lojë më të mirë dhe nuk arritën të marrin fitoren. Ai tha që unë besoj që do të arrijmë që në 2 ndeshje të tregojmë lojë më të mirë dhe që t'i marrim fitoren për të përfunduar në pozitën e parë. Për pak momente pra do kemi afër meje edhe kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Coach, another victory, even though you're missing players. Still, those who are on the floor are doing the best. How happy you are with this victory, and what do you think that decided tonight? Okay. First of all, I have to congratulate my players. They did a great job tonight here in Prizren. They played really good during the whole game. We started well and we finished good. So it's a very important win for us because we attack normally the highest position, and this competition maybe it's going to be decisive that we show our character. We were good on offensive and defensive rebounding, and we didn't lose so many balls as the game before. Coach, we saw that Nesbitt was here tonight, but he didn't play. When he will be back? I hope that he'll be back for the next game. Thank you very much, coach. Good luck. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit, Aleš Pipanin, i cili tha që nga fillimi deri në fund i përgëzoi lojtarët e mi pasi që patën një paraqitje të mirë, luajtëm shumë mirë në gjithë ndeshjen dhe arritëm një fitore të madhe këtu në Prizren. Ne po e kërkojmë një pozitë sa më të mirë në renditjen tabelare dhe po mundohemi që të shfaqim lojra sa më të mira. Në fund e pyeta që Nesbiti ishte në bank, por nuk u paraqit kur do të rikthehet Jalen Nesbit. Ai tha që po besoj që në ndeshjen tjetër do t'jetë me skuadra. Atëherë, të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, Golden Eagle Ylli arrin fitore të madhe në Prizren ndaj Bashkimit, por t'i komplikuar e thash edhe më parë gjëra tashmë në renditjen tabelare. Trepsha e Bashkimit përsëri ndajnë pozitën e parë, ndërsa nesër mbrëma do t'jenë 2 ndeshje tjera shumë interesante. PA e pres Sigal Prishtinën, ndërsa vllaznimi të motivuar e presim Borën. Për sonte, unë ju them natën e mirë, ju vazhdojnë të qëndroni në programin e pasur sportiv të ardhshëm.